cilët persona konsiderohen gurabo, dhe a ka shpërblim për ta. A bëjnë pjesë persona që janë sprovuar me qenë në një rreth jo praktikues në fe, përfshi këto familja ngushtë dhe rrethje shoqëror. Garib, pra i huj, mes është ai i cili banorët ose ata mesin e cilin jeton e konsiderojnë si të ktill. Po konsiderojnë që nuk është pi tyne, është ka orë me diçka të re, me diçka të huj. E këta janë domthonë ata cilët e pasojnë Koranin edhe Sunetin. Po pejgamberi sa ka thënë që Islami ka filluar si i huj dhe do të kthehet si i huj, pra me pak pasues. Dhe kjo nuk do thotë që me kon në këtë vende domthonë Islami si i huj. Mirë, po në disa vende mund të me kon Islami i fuqishëm, në disa vende të botës mund të me qenë pa pjesëtar të Islamit të huj, siç jemi dëshmitar në këtë kohë. Po që në disa vende Islami ose praktikimi i Islamit i Sunetit pra është në kulmin ose në fuqinë e tij, në disa vende pra muslimanët aty do të murojt me pas kujdes ku falen, domthonë çështë praktikojnë Sunetin, domthonë kanë vështirësi kështu më radh. Sidoqoftë kurdo që e pason vërtet Kur'anin e Sunetin, po edhe rrugën e selefit, kjo konsiderohet pi të hujve. Po ose është pi të hujve në mesin e banorëve ku jeton, po çu ka thonë Ibn Kaimi, në mesin e gurabave ka gurabo. Po në mesin aty që praktikojnë Sunetin ka tjerë që janë halama të huj, po që konsiderohen prej vet aty në praktikues të Sunetit konsiderohen që këta janë të huj, po që këta janë pak më çik, më të veçantë. Ka se ata janë domthonjë që mundohen me praktikues Sunetin për pikëri. Po s'melshun pa në asnjë çështje të Sunetit. Domthonjë këta janë dietartë. Pastaj domthonjë janë ata të tjerë që vinë domthonjë evliate kështu më radh që janë halama të huj. Saqë pra çirkar Ibn Kaimi dhe tjerëve, po njeriu mundet me kanë veli i Allahut, vet nuk e din që është veli i Allahut, që është mik dhe i dashur i Allahut. Po ai që është domthon i huaj mesin e njerëzve që as vet nuk e din që është evlia ose mik i Allahut. Ai shumë e praktikon pra Kur'anin e Sunetin e pejgamberit son. Sidoqoftë pejgamberi i ka përshkruar gurabat, ka thonë janë ata të cilët janë njerëz të pakt mesin e janë njerëz të pakt. Domthon devotshëm besimtar të mirë në mesin e njerëzve të shumë që janë të prishur. Ose thotë janë ata të cilët përmisojnë atë që kanë prish njerëz. Po këta janë të huj, po ti kur përmison për shembull jenë në një vend, edhe pse janë musliman për shembull atë vend, mirë, po aty ka bidate, ka domethënë thirrsa në bidat. O ti vjen tash i thirr në sunet, tonë përmison gjendjen cilën janë ata, duke i largu pi bidateve ose duke i thirr në sunet, atëherë domthon ti pi të hujve, nga se prinasëm ka janë ata cilët përmisojnë atë që kanë prish njerëz ose atë që kanë korruptuar njerëz pra fesë të Allahut. E kuptohet pra shpërblimi për ta është i madh, nga se prinasëm ka thonë tuba lil ghuraba. Po tuba ose shpërblim për ghurabat. Çka është tuba? Dietar ka thonë është emri i xhenetit. Po ata i pret si shpëlim xheneti. Disa kanë thonë tuba është një pemë xhenet. Që ka një hadith tjetër që në xhenet është një pemë që kalorësi po me kalin e tij më të shpejt nuk mundet me kalu hijen e saj edhe nëse e vrapon me kalin 100 vjet. Pra është pemë shumë e madhe. Po që këta i pret ky shpërbim i veçantë xhenet. Allah di më së miri.